Arrestimi i Aldo Avdylit, një personazh i njohur i Durrësit, por veçanërisht i Shijakut, evidentoi dhe një konflikt që zhvillohet mes grupit të Avdylajve me zëvendësdrejtorin e policisë Bujar Deljallisi, të cilin gjatë arrestimit Aldo Avdylaj arriti ta identifikonte duke i thirrur në emër. Sipas materialeve të publikuara në media, Aldo Avdylaj, pak ditë para arrestimit kur i kishte dalë masa e sigurisë nga gjykata, thuhet se ka telefonuar zëvendësdrejtorin e Durrësit dhe e ka kërcënuar. Motivet mbeten të paqarta. Operacioni Tetorit 2025, ku lëshuan masa sigurie me burg për rrumin e Shijakut, vëllain e tij dhe grupin e Avdylajve, nxori në pa dhe një skem të mirë organizuar të falsifikimit të dokumentave dhe përvetësimit të qindra dynymve tokë në zonat bregdetare të qarkut të Durrësit, toka me interes për zhvillim ekonomik si dhe tentativat për të ndërhyrë në falsifikimin e dokumentave pronësore dhe për qarkun e Tiranës në zona me interes ekonomik. SPAK thotë se në krye të kësaj skeme qëndron Pëllum Muharremi, i njohur me pseudonimin Rumi dhe që aktualisht mban generalitetet zyrtare Aleksandër Laho, personi i cili nuk është arritur të arrestohet pavarësisht se ndaj tij ka një masë sigurie arrest me burg. Nga aktet e procedimit penal numër 235 fraksion 1 të vitit 2023, rezulton se persona të ndryshëm kanë përfituar sipërfaqe të mëdha të tokës bujqësore, duke përdorur një skem të organizuar të hartimit të dokumentave të falsifikuara, falsifikimin e pjesëshëm të dokumentave zyrtare të pronave, regjistrimin në mënyrë të kundërligjshme të pronave në regjistrat e IRZVRP-ve të Durrësit dhe më pas ASHK, Drejtoria Durrës, transferimin e pronësisë te persona të tjerë dhe në fund shitjen e tyre të individ të interesuar për të blerë pronë në zona me interes të lartë investimi. SPAK thotë se në kuadër të shkëmbimit të informacionit me agjencitë ligjzbatuese europiane në kuadër të bashkëpunimit në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit kanë administruar të dhëna për disa shtetas shqiptar, përdorues të platformës së enkriptuar SkyCC, ku nga komunikimet e kryera është evidentuar një bashkëpunim mes tyre, ku dyshohet se janë të përfshirë në kryen e veprave penale të vrasjes, korrupsionit dhe falsifikimit të dokumentave, kryer në formën e posaçme atë të grupit të strukturuar kriminal. Nga veprimet hetimore, thot SPAK, si dhe nga këshirja e komunikimeve të përdoruesve të SkyCC, të 3 personave kryesor, por dhe të 14 personave të tjerë, ngrihen dyshime të arsyeshme se kanë komunikuar dhe ndërvepruar midis tyre për të identifikuar vendodhjen me qëllim vrasjen e Plaren Dervishit alias Lenti, organizimin dhe vrasjen e Edmond Koçit Çekiçi dhe organizimin dhe vrasjen e Edmir Bregut. Disa prej këtyre personave, thot SPAK, kanë siguruar nga arkivat shtetërore dokumente origjinale të regjistrimit të pronave dhe kanë realizuar falsifikimin e dokumentave duke fshirë pjesërisht përmbajtjen e dokumenteve dhe rishkruar në to fakte të rreme për transakcione me pronat, duke falsifikuar pjesërisht ose tërësisht aktet e marrjes së tokës në pronësi, duke hequr fletat e volumit ku janë regjistruar pasuritë dhe zëvendësuar ato me fletë të reja me përmbajtje të falsifikuar. Veprimet të kryera në bashkëpunim me punonjës të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës kundrejt përfitimit të parregullt. Nga analiza e fakteve dhe provave arrihet në përfundimin se për regjistrimin pranë IRZVRP Durrës të pasurive janë përdorur dokumente të falsifikuar. Personat të cilët kanë falsifikuar këto dokumente kanë patur informacion për pasuri që nuk ishin ndarë me ligjin 7501 për tokën, kanë siguruar informacion pranë DAMT-s, Këshilli i Qarkut Durrës, për zërin kadastral të pasurive dhe sipërfaqen e tyre, duke bërë që për pjesën më të madhe të pasurive, zëri kadastral dhe sipërfaqja pronës së pasqyruar në AMTP e falsifikuara të përputhen me zërin kadastral dhe sipërfaqen që është regjistruar në librin e tokës bujqësore që ndodhet pranë DAMT-s së Qarkut Durrës. Gjithashtu rezulton se personat përfitues
me letrat e falsifikuara kanë qenë familje bujësore që nuk ishin plotësuar me tokë bujësore sipas normës për frym. Sipas pak, nga modus operandi rezulton se pas falsifikimit të shkresave të Këshillit të Qarkut Durrës, ato paraqiteshin si dokumente origjinale pranë ish ZVRPP-s Durrës, por për aq sa u mundësua nga kqyrja e librave të protokollit të ish ZVRPP-s Durrës, rezultoi se shkresat e Këshillit të Qarkut Durrës nuk janë regjistruar në regjistrin e protokollit të këtij institucioni, pra janë administruar në mënyrë private dhe të palishme nga punonjës të ish ZVRPP-s Durrës, të cilët kanë bërë regjistrimin e pasurive mbi bazë të dokumentave të falsifikuara. SPAK thotë se mënyrat që këta persona kanë përdorur për këtë qëllim janë të larmishme dhe disa prej tyre janë dokumentuar gjatë hetimit dhe konkretisht është bërë falsifikimi pjesor i AMTP-ve duke shtuar një ose më shumë parcela bujësore në dokument që pasohet me futjen dorazi në ZVRPP të dokumentave tërësisht të falsifikuar. Shkresë përcjellëse e falsifikuar e bërë sikur është prodhuar nga Komisioni i Tokës në Këshillin e Qarkut Durrës, kur kryetar ka qenë Genci Alizoti, i iniciuar nga akti i verifikimit të së njëjtës periudhë, i falsifikuar. Janë siguruar certifikata për vërtetim pronësie, disa prej të cilave të vulosura dhe të nënshkruara me vulë origjinale, disa vetëm me vulë origjinale dhe disa të tjera me vulë dhe nënshkrim të falsifikuar. Janë prodhuar harta treguese të regjistrimit tërësisht të falsifikuar si pjesë integrale e certifikatave për vërtetim pronësie. Në vijim është prodhuar një referencë tërësisht e falsifikuar, të cilave u kanë vendosur numra fiktiv, shpesh herë të dubluar me numra të referencave të rregullta. Në këto referenca pasqyrohen dokumente sikur është urdhëruar rivlerësimi i pasurisë, dokument që në të gjitha rastet ka rezultuar i falsifikuar si në vulën e njohur, ashtu dhe në nënshkrimin e regjistruesit dhe janë bashkangjitur kopje të certifikatave të pasurisë dhe kopje e hartave treguese të regjistrimit. Kjo gjë është bërë për të justifikuar veprimet që pasojnë dhe që finalizohet me shitjen e pasurisë, duke regjistruar një referencë të re, brenda së cilës janë dokumentet e falsifikuara të përmendura më sipër dhe i vetmi dokument origjinal është kontrata e shitjes së pasurisë. Janë bërë ndërhyrje në fletet e volumit të zonave kadastrale duke zhdukur fletet origjinale ku kanë qenë të regjistruara pasuri të llojit rrugë, pyll dhe pafrut, dhe zëvendësuar ato me fletë të reja në të cilat janë pasqyruar pasuri të llojit ar, me sipërfaqe që variojnë nga 10.000 m2 deri në 34.000 m2, të cilat ndodhen në zonën bregdetare të fshatit Lalës, Bizë dhe Shedaj të rrethit Durrës. Një mënyrë tjetër që personat nën hetim kanë përdorur për të përfituar pasuri në mënyrë të palishme është falsifikimi i regjistrave të vitit 1929-1957, të cilat administrohen në arkivën e ish ZVRPP-ve, si dhe dokumenteve mbështetës që administrohen në arkivën e Zyrës së Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Durrës. Mekanizmi i përdorur në këtë rast është sigurimi i regjistrave të titulluar radhor për transkriptimet të viteve 1929-1957 nga një person i quajtur Mozi, duke e korruptuar atë dhe punonjës të arkivës së ZVRPP-ve. Fshirja pjesore e shkrimeve që ndodheshin në fletët e fundit të regjistrit ose në fletët brenda tij, por me pak përmbajtje shkrimi, rishkrimi një transkriptimi të ri nga një person i quajtur Daja, gjetja e personave të besuar, preferoheshin ish pronar, emri të cilëve do të shërbente si trashëgimtar i pasurisë së falsifikuar, aplikimi pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave për njohje, kompensim ose kthim fizik, paditë civile në gjykatë për njohje pronare dhe detyrimin e ZVRPP-ve dhe Autoritetit Shtetëror të Kadastrës për regjistrim të pronës. Tjetërsimi i pronës duke shitur te investitor të interesuar për investim në zonat bregdetare të rrethit Durrës. Të njëjtin mekanizëm kanë përdorur dhe për falsifikimin e pronave në rrethin e Tiranës. Personat nën hetim, thot SPAK, Aleksandër Lahu, Vullnet Muça dhe Agron Bejdolli kanë kryer veprime aktive për falsifikimin e dokumentave duke bashkëpunuar dhe me persona të tjerë që identifikohen pjesërisht vetëm me emrat si Tosi, Vlashi, Lodi, Xheku,
Në këto veprimtari ato dyshohet se janë ndihmuar kundrejt shpërblimit edhe nga punonjës të IRZVRPP-ve Durrës të përmendur me emër prej tyre, siç janë Leo, Turi, Mozi, Mikesha, ARSH e tjerë, bazuar në të dhënat e siguruar nga akti i ekspertimit të telefonit Galaxy A10 të personit nën hetim Agron Bejdolli, ka rezultuar se personi me emrin Mozi është shtetasi Gramoz Muharremi, i cili në periudhën 2020-2021 ka qenë i punësuar në drejtorinë e përgjithshme shtetërore të kadastrës. Gjithashtu dyshohet se shtetësia Ermira Avdyli, ish specialiste e arkivës në IRZVRPP Durrës, ka bashkëpunuar me shtetasin Agron Bejdolli për të verifikuar dokumentat të ndryshme të arkivës dhe për të nxjerrë prej arkivës referencat e pasurive për të cilat është bërë dokumentimi ligjor i regjistrimit të tyre me dokumente të falsifikuara. Me datën 25 tetor 2020, Aleksandër Laho dhe Vullnet Muça vëllezër kanë biseduar për një listë me pronat që prokuroria ka kërkuar të marrë kopje të referencave për të cilat shprehen se ishin shuma nga pronat që ata kanë bërë duke përfshirë atë të Pietrushit në Tarin. Konkretisht, Aleksandri ka shkruar se ajo dosja që ka prokurori ka indicje ishin shumë nga ato që kemi bë, ishte ajo e Pietrushit. Ta nisa listën ke Nesti e pe listën janë 3 në Durrës, plus ajo në Tarin e Pietrushit. Aleksandri dyshon se informacioni për pronat ka dalë nga brenda institucionit të hipotekës dhe udhëzon Vullnetin që t'i dërgojë SMS anonime tek Artan Lame, Vangjush Dako dhe Edi Rama, kundër një personi me emrin Lusi. Gjithashtu, të shkruajnë dhe që drejtori i policisë Durrës është i lidhur me bandat. Në orën 24 minuta, Vullneti i ka dërguar Aleksandrit foto të një sipërfaqe prone të identifikuar me numër 122 fraksion 2, ku Aleksandër Laho alias Rumi i shkruan se ajo është kodra dhe nuk kanë çfarë t'i bëjnë. Vullneti ka shkruar se prokuroria kishte marrë të Gencit dhe të Pietrushit dhe kishte frikë se këto dy prona do t'u hapin probleme dhe konkretisht. Vullneti: kanë marrë të Gencit dhe Pietrushit, vetëm ajo e çunit Gencit mos na hap na një siklet dhe Pietrushit, të mikut Vlashit dhe mikut Bollës. Ata kanë biseduar dhe për një dosje pronash për të cilën një person i quajtur i Shkurtri ka thënë që ta marrin brapsht pasi nuk kanë avokat që ta ndjek çështjen. Aleksandri i ka thënë se duhet mu pajtu me në studio se këta që kishim mu konsumun dhe i hyri dhe xhelozia dhe i hyri ambicia, kështu që neve duhet kalojmë në drejtim tjetër me njerëz tjerë. Ajo kryetarja, si me e lidh me atë se ajo ka shumë përvojë, shumë e zgjuar për letra, se këtyre që ecën deri këtu i ka hyrë xhelozi e madhe. Vullneti i ka shkruar: varu këtyre të rinj dhe pak e gishtin. Aleksandri ka vijuar bisedën duke u shkruar se dhe ajo dosje e atij të Kortushës është ke ai, po ai s'do me ecë më, por sipas pak nuk e identifikon personin që e ka dosja. Në lidhje me dosjen Kortusha, dyshohet se bëhet fjalë për pronat e regjistruara në radhorin për transkriptet, numër 4 të vitit 1932. Nga këshyrja që u bë këtij regjistri, thot Spak, është evidentuar se me datën 31 dhjetor të vitit 1932 është regjistruar akt testamentor në favor të Rizat Dani Kortusha i përfaqësuar nga kujdestari Selam Ahmeti. Sipas këtij testamenti, Ymer Dani i lë trashëgimi pasuri, pyll dhe livadh me sipërfaqe 20 hektar ndodhur në Jub Durrës, livadh me emërtimin Livadhi i Madh me sipërfaqe 85 hektar ndodhur në Spital Durrës, 18 hektar ndodhur në Shkallnuar. Ky testament rezulton se është regjistruar pas 3 not transkriptimit të mëparshme, 12 janar 1932, 16 janar 1932. Fakti i cili, thot Spak, tregon se transkriptimi nuk është i rregullt, pasi pas muajit dhjetor 1932 fillojnë regjistrimet e muajit janar 1933. Me datën 12 nëntor 2020 në orën 14, përdoruesi i Skype të pa-identifikuar D8E1167 i ka shkruar Vullnet Muçës se kishte shkuar me një shokun e tij për të parë tokën dhe shokut nuk i kishte pëlqyer, pasi ishte mbi rrugë.
Ky përdorues e sqaron vullnetin se po flet për tokën që ndodhej në fund që i kishte treguar bashkëbiseduesi, me sipërfaqe 12.000 metra në fund te mali dhe 8.000 metra afër ndërtesës së vogël. Në vijim, ai shkruan që të gjej një tokë afër lurës deri në 10.000 metra, pasi shoku i tij do të ndërtoj hotel 5 milion euro. Më konkretisht, ky përdorues i pa identifikuar i shkruan: "Isha me këtë shokun, pava tokën atje sot, shumë larg tha ky. S'mund baj gjak këtu se është si për rrugës dhe nuk futem këtu thot. Aty në fund ku më the ti, atë 12.000 metra dhe atë 8.000 metra në fund atje te mali dhe këtë afër asaj ndërtesës vogël, është sipër nga rruga. Rruga vlla, asfalti, jo nga ana poshtë, kupto? Rruga vlla, asfalti. Kam lëviz për zotin, jam Tiranë vlla. Veç më tha hajde shofim. Shkova se më erdh zor, po do vina i ditë vlla. Para se me lëviz afër lurës nej anë aty, por një vend tjetër të mirë mund të flasim shok, pa prish punët tuaja, ti kupto? Ky më tha se këtu është interes për neve. Don me investu ky vlla, me ba hotel të fort, 5 milion, hotel. Nëse kena i mundësi në i vend të mirë si për vetëm, thuj shoku im, edhe të përgjigjem për tokën të jap letrat, nuk të rri borxh e budalliqe. Bashk merremi vesh si të dush ti. 5.000 metra, 10.000, 7.000, si t'jetë, por të jetë ven i mirë vlla. E din ti marakun tim, veç hotel vlla, du me ba. Pse jo dhe resort dhe hotel në të njëjtin vend, kupto? Me datën 23 nëntor, i njëjti përdorues, i pa identifikuar, i shkruan vullnet Muçës për çështjen e tokës duke e pyetur nëse toka është e tij dhe se sa është çmimi i tokës. Po ç'a më patë thënë për atë tokën o vlla, në çfarë zona është fiksa ajo shok? Aty ku janë ato ndërtimet e mira është zona e parë, vije parë vlla, dhe sa e ka metrin aty, sa kushton ajo, paka shumë vlla. A ke tatën apo në Europë tjetër vlla? A është me leverdi ky vend po thu vlla? Se ai din ku duhet ndërtu. Po vlla, do vi ai si i njeh vendin vlla, i miku që isha me të atë ditë dhe e bëjmë në gjë vlla. Ja marrun tokën nëse na jep hapësira ai vlla. Me datën 27 nëntor 2020. I njëjti përdorues i pa identifikuar i shkruan përsëri vullnet Muçës dhe i kërkon informacion për sipërfaqen e tokës, pasi nesër, sipas tij, shoku i tij do të takohet me atë robin për punën e tokës. Nesër ka takim ky shoku me atë robin për punën e tokës tate dhe më morin pyeti për sa hektar bëhet fjalë. 15 apo sa i patë thënë. Ha shok, po s'kam pas mundësi më shok, kemi agjën shumë smun vlla. E kam ngel këtnej. Tu marrë me doktora, më thuj sa tokë është aty, se më ka thënë ai që nesër takon atë robin për porosin tane. 90.000 metra është fjala, që ta di për sa me fol me të. Po ja them pastaj. Me datën 29 nëntor 2020. I njëjti përdorues i pa identifikuar i shkruan përsëri vullnet Muçës, se mbasdite vjen ai shokut takon për tokën që patën folur. Sot mbasditje vjen ai shoku vlla, takon të kthem përgjigje për tokën që patë fol. Do vi miku ai shoku, po patë kohë se mund të vi dhe unë me të. Por kam pak punë, e s'di gjë a vi dot, ajo. Vlla ç'a bën? Ama nis pak atë hartën e tokës se don me e pa robit, ja tregoj robit se jam tavolin me zotnin. Do më duhet një fotokopje, hartë, e do e sjellësh me në Europë ku të them unë. Duhet me e sjell shpejt, se në dhjetor do mbyllen këto. Me datën 25 nëntor 2020. Aleksandër Laho ka biseduar me vëllain e tij Vullnet Muça, lidhur me regjistrimin e disa pronave që ndodhen në vendet dhe zonat e quajtura Rinia, Ura e Dajlanit dhe NPV-ja, si dhe pengesat që hasin në regjistrimin e pronave. Rumi i shkruan Vullnetit që pronat që nuk janë të rëndësishme t'i nxjerrë në shitje me qëllim që të kenë lek për qarkullim. Vullneti thot spak, i shkruan më pas se pret që të dalë leja me Shkodranët dhe Aleksandri thot që nëse del leja mos të pranoj hotel me 2 kate, por për 3 kate. Në vijim, bisedojmë për një person me emrin Beri, i cili ka mbetur i paknaqur dhe që sipas tyre po u bën llogaritë se sa prona kanë dhe sa para fitojnë. Në orën 11:57 minuta, Aleksandri e pyet Vullnetin, po atë në qytet, Rinia, atë rrypin e bone apo e le pa bo? Atë anash rrugës, Porto Romano, atë anash rrugës ku është porti. Vullneti i përgjigjet se e kishte bërë, por Aleksandri e sqaron duke thënë, jo atë që isha unë, tjetër që ishte rrypi gjatë, atë anash rrugës ku është porti.
dhe vullneti i shkruan se përveç 20-shes që kishte bërë ai, kishte bërë dhe 56 të tjera. Aleksandri ka shkruar se mu duk sikur donin me e lënë se kishte marrë statusin shtet kastrati dhe atë tekura e Dajlanit bëj atë aty ku e patë mendu, boj edhe atë po munde. Dhe vullneti i përgjigjet se e kishte bërë, por kishte mbetur për t'u hedhur në sistem pasi janë friksuar të gjithë. Në vijim flasim për persona që janë punonjës të hipotekës, për të cilët shprehen se u kanë dhënë lek dhe konkretisht. Aleksandri, dun në i lek ata, i dun lekët para dhënje dhe e bëjnë. I gjiron turi, unë flas me turin çdo 3-4 ditë, e kam majt mirë bisedën, po është i shplam. Vullneti, i kam dhënë ku ka pa lek, turit ja fala 1 milion, pa mi kërku, ja kam bon deret. Aleksandri, Leo si jepi gjithmonë kokra malli kot me pi, se aty e ka pik në dobët dhe në i lek gjepi, se ata na duhen për kot gjatë, se të tjerët japin nga 20-30 mijë euro për një praktik. Pranaj janë të paknaq. Jepi lekët para dhënia atij Enkeledit dhe hiqen nga sistemi se e gjen vetë ata kohën dhe mënyrën si të marrin lekët. Aleksandri, i shkruajta Leos tani që po folim dhe i gatshëm u duk, po i dum para dhënia ata lekët me aq sa kuptoj. Sa i ka dhe muhabet me Enkeledin, me heqja të nga sistemi. Unë i shkruajta larg dhe i gatshëm u duk, shife vetë, çoj gonin të flasi se flasin hapur me njëri tjetrin, se janë mjellosha të dy. Kush është i gjati dhe pazari për tokën që bëhet për tek zona e kepit Rodoni. Në datën 15 dhjetor 2020, përdëruesi i pinit të Skype pa identifikuar me kod 7104 US i ka shkruar Vullnet Muçës që t'i dërgoj hartën topografike të tokës ku kishin shkuar në fund nga kisha, pasi e donte kushëriri. Shoku ma nis hartën topografike të asaj tokës ku vajtën fund nga kisha, ose të çoj çunin të vita marrë t'ja çoj, se e don kushja, se janë të interesuar m'duket. Inshallah, se di shok se nuk jam me atë, sa ta takojt i them unë. Me datën 17 dhe 25 dhjetor 2020, Vullnet Muça bisedon me përdëruesin e pinit të pa identifikuar me kod 787 BO, lidhur me një tokë me sipërfaqe rreth 500 dynym e ndodhur te kepi Rodonit, për zhvillimin e së cilës një shok i këtij personi ka folur me gjatin dhe ai ka dhënë miratimin. Kjo bisedë dyshohet thot pak se lidhet me bisedën që Vullneti ka zhvilluar me përdëruesin e SkyECC 7104 US me datën 15 dhjetor 2020. Vullneti, si je shoku? Ti solli certifikata çuni kujtimit? Mirë jemi shoku, si jeni ju? Ma nisi çuni me foto dhe kismet javën që vjen do e takoj të gjatin, ky miku, për një punë tjetër dhe do ja prezantoj. Vullneti, qa foto don? Personi pa identifikuar. Besoj do kemi përgjigje javën që vjen shoku. Vullneti, atë pjesën e fundit, personi pa identifikuar. Mi solli çuni kujtimit, atë te kepi më solli. Vullneti, po atë më tha t'jepja, do jetë tjetër? Personi pa identifikuar. Atë i kërkova se atë më tha dhe ky miku, t'ja prezantoj këtë te kepi dhe pastaj flasim për tjetër. Vullneti, me bo atë është super, po e ketë qartë, ok, po se ke shumë qartë vit ta shpjegoj unë fiks. Personi pa identifikuar. E kam qartë shok, sa dynym janë total? Vullneti, plus minus 500. Shtyje si pun shok se aty bëjmë punë dhe ty të respektoj veçantun. Personi pa identifikuar. Pa merak shoku, por besoj se do na japi dritje shile. Me datën 25 dhjetor 2020, përdëruesi SkyECC me kod 787 BO, i shkruan Vullnetit se shoku i tij kishte marrë miratimin nga i gjati dhe nga java tjetër e janarit do t'i orientoj tek një arkitekt. Vullneti i shkruan se ka dhe 500 dyllym tokë në qytetin e Durrësit, të përshtatshme për të ndërtuar kapanone dhe t'i lëshojnë me qira. Shoku ka fol ky robi me këtë gjatin dhe i ka dhënë ok. Tani nga java e parë e janarit do na orientoj tek një arkitekt, besoj dhe ulemi dhe flasim. Vullneti, ok shok, shumë mirë. Po këto miqtë tu e kanë me qef? Personi pa identifikuar. Duan të hyjnë në pjesë, po për këtë flasim shoku. Vullneti, po ti dil rrim shok, leja del dhe folim të dim çka kërkojnë. Rëndësi ka të bëhet, duhet miku, shoku, se leja del. Personi pa identifikuar.
Okej shoku, veç na japin emrin e arkitektit. Vullneti. Hajde t'i shtym se është gjunaf, se janë prona të mira. Personi pa identifikuar. Se normal, ky jep ok dhe na cakton me kë arkitekt që do vet, dhe ndoshta na cakton atë Emren Turkun. Vullneti. Kam dhe i vend Durrës për kapanonet, Lusin, për qira. Personi pa identifikuar, shumë mirë. Vullneti. Kam 500 lym. Personi pa identifikuar. Okej shoku, flasim kur takojmë. Me datën 9 janar 2021 thot Spak. I njëjti përdorues i ka shkruar Vullnetit se shoku i tij kishte folur dhe i kishin thënë që duhet të marrësh një arkitekt të huaj që të bëj konceptin dhe të aplikoj për leje. Vullneti e pyet nëse po flet për tokën në kepin e Rodonit dhe ky person i konfirmon me një po. Me datën 12 janar 2021, në orën 18:15 minuta, Aleksandr Laho ka biseduar me vëllain e tij Vullnet Muça për të bërë dokumentet për një pronë te ura e Dajlanit dhe pastaj t'i marrin dhe një personi nga Hamallaj pronën 1000 metra dhe t'i bashkojnë me qëllim për të ndërtuar hotel. Vullneti i ka shkruar se pronën te ura e Dajlanit e kishte bërë çdo gjë origjinal, por jo të rregullt. Në vijim të bisedës, Aleksandri ka shkruar se ka gjetur 4 dylym tokë te Currilat, ngjitur me pronën e artit, aty ku po ndërtohen pallate dhe ka porositur Vullnetin që të bëjë 100 dylymshin në Shetaj. Në bisedë thot Spak, përmendet edhe një person me emrin Koli, që dyshohet se është avokati i kishës katolike në fshatin Shetaj, të cilit sipas bisedës mendojnë t'i japin 10 dylym tokë, sesa ta lënë pa e bërë 100 dylymshin. Vullneti i ka shkruar Aleksandrit se një person me emrin Reti i kishte thënë se kisha e kishte humbur gjyqin dhe se do interesoj që tokën te ura e Dajlanit t'ja shes Luanit. Spak thot se plani i vëllezërve Muharremi për tjetërsim dhe përvetësim pronash shtrihet dhe në Tiranë në disa zona me interes të lartë zhvillimor dhe ekonomik. Me datën 22 dhjetor 2020, Vullnet Muça ka informuar vëllain e tij Aleksandr Laho se Mozi i ka çuar ca libra dhe e pyet se çfarë do bëj me to. Aleksandri kërkon të di nëse librat janë radhor dhe a kanë hapësirë që të futin kodrat nga Tirana e Re deri Matan Tegut. Vullneti. Mozi ka sjell ca libra, ç'a duhet me bo? Aleksandri. E mendoj më vonë për librat se ai duhet më thoshte që do i marr. Dhe shiko, ka ndonjë hapësirë mos bëshim ndonjë gjë nga Tirana? Ti kishim fut ato kodra deri nga Tirana e Re deri Matan Tegut. Vullneti. Të mendojmë. Aleksandri. Ka hapësirë, ka vend dhe ç'a libri ka sjell, radhor apo dhe ndonjë gjë tjetër? Vullneti. Ja ti shoh se me Mozin jam. Me datën 23 dhjetor 2020 thot Spak. Vullneti i ka shkruar Aleksandr Lahos alias Rumi se çfarë duhet të bëjmë me librat që Mozi i ka çuar. Librat janë të vitit 1929, 1931 dhe 1957. Aleksandri pyet nëse radhorët janë ato të tjetërsimeve të pronarve, kur kanë shtetëzuar pronat dhe nëse kanë vende bosh në to, pasi siç ai shkruan, se ato radhorët janë thelbi i pronës, është si volumi i pronave sot. Vullneti i përgjigjet se kanë vend, por nuk i ka lexuar dhe në vijim i shkruan se janë të mirë, pasi i pa dhe ruti. Në vijim Vullneti i ka dërguar foto të regjistrave numër 16 të vitit 1931 dhe numër 13 të vitit 1929. Aleksandri është interesuar të di ku ndodhen fletët bosh dhe Vullneti i përgjigjet se janë në fund të 3 radhorët. Pasi ka parë fotot e regjistrave, Aleksandri ka shkruar se ai që lexon radhor është i mirë, po inshallah ka një vend bosh nga mesi i librit. Kjo është sforco e fundit që mund të bëjmë. Fusim disa vende, dali çat dalin Tiranë, është në Lindz Dajt, plus nga Tirana e Re deri në Bërzhit Matan Tegut. Bëjmë 2 pjesë me një emër. Ne legët na duhen, tokat leti majnë. Aty ku bëm gjonit, nuk ishte më vend. Me një pjesë me e fshir daja. Vullneti i përgjigjet se ato të dyja që futen te Beri i bën mirë pasi ishin nga mesi i librit. Në lidhje me këtë pronë që kanë bërë, Aleksandri është shprehur se nuk ishin fat, por t'i hapin proces gjyqësor, të marrin kompensim pasi sipas tij prona është qyl dhe shteti ose gjykata nuk sforcohen që të japin kompensim. Me datën 24 dhjetor 2020,
Aleksandr Laho i ka shkruar Vullnet Muçës në lidhje me radhorët që Mozi i kishte dhënë një ditë më parë duke i thënë: "Po pate në i çun me e quar ke Xheku në Tiranë t'i shofi ato librat, sa i vet nuk vjen dot. Dhe me a çut dajes t'i shofi pastaj ku mund të ndërhy me i pastru ose me ndërhy. Po s'pate në i vend bosh, nga mesi i librit në brendësi, po dhe ja lën dajes porësi se mos gjena i vend ku mund të ndërhym. Duhet parë vetëm me i prish shkrimin e fundit." Me datën 30 dhjetor 2020, Aleksandr Laho, pasi ka biseduar me vëllain e tij Vullnetin për ndërtimin e shtëpive të barit në Bruksel e tjerë, thot Spak, e ka pyetur Vullnetin se sa lek kishte kërkuar Mozi për librat. Aleksandri: "Po Mozi a dha në i çmim sa lek donte për ato librat dhe një libër ja dha të mbrapsht dorëzonte." Vullneti: "Po një e kam marrë se kam pyet, po për ato që shkrujtëm 10.000. Me datën 14 janar 2021, në orën 16:16, Aleksandr Laho ka biseduar me Vullnetin lidhur me 3 librat që personi i quajtur Mozi u ka dërguar. Aleksandri shkruan se duhet të bëjnë ndërhyrje në këto libra për prona që ndodhen në Tiranë në zonat Selit e Madhe, Kodra e Diellit, Teg, Linz, Farg dhe në qoftë se nuk ka prona të lira t'i bëjnë për kompensim ekonomik, pasi marrin 40% të vlerës së pronës. Vullneti është përgjigjur se po, i thash Mozit, më tha s'ka aty deri në Bërgjit. Në orën 20:58, Aleksandri e ka pyetur Vullnetin nëse librat kishin vlerë dhe nëse vlenin, t'i japin Mozit ndonjë lek që t'ja jap personi që punon brenda ASHK-s, Autoritetit Shtetëror i Kadastrës. Vullneti ka shkruar se librat i kishte parë dhe Ruti dhe ja vlenin, por duhet mendonin nëse do bënin ndërhyrje apo jo. Aleksandri ka shkruar: "Ato 2 libra që janë a ja vlen dhe po ja vlen, duhet i dhën Mozit në i lek nesër t'ja japi personit dhe me atë rast i thot do japim plus në i lek tjetër, plus në gjej dhe në i tjetër. Ti bëjmë, s'kemi ç'me bo dhe plus a ju ka mërzit, personi që punon mrena." Në vijim ka shkruar se sa libra janë gjithsej, 2 apo 3, apo u kthyen mbrapsht një. Vullneti është përgjigjur se i ka të 3 librat, të vitit 1929, 1931 dhe 1957. Aleksandri ka vazhduar: "I ke të 3 librat ti aty, po njëri është pa pastru në fund, apo i pastrove të 3, po t'ja jepni mbrapsht atë, mos gjen në i tjetër të vitit 29-44, ku regjistrohen pronarët e vjetër, se Tiranë kanë vlerë gjërat dhe ja fusim vende pa vend, ja lejmë një 2 studiove me përqindje, Dajt, Linz, Farg, Kodra Diellit, Bërgjit, përballë Tegut, ku dali e lirë." Aleksandri ka shkruar Vullnetit se duhet t'i thonë dajes që të bëj plotësimin jo me shkrimin e vet, por me shkrimin që janë shkruar fletët përpara në mënyrë që të duket sikur është bërë në atë kohë dhe nuk dallohet i shtuar, dhe t'i thot Mozit të sigurojnë ndonjë libër tjetër që të ketë prona të ish pronarëve dhe prona që janë me pronar shtet dhe t'i premtoj që do ta futin në pjesë. Spak ka kërkuar kthyrjen e librit të protokollit të Këshillit të Qarkut Durrës, por në arkiv nuk u gjetën librat e protokollit. U kërkua informacion nga Këshilli i Qarkut Durrës për vendodhjen e librit të protokollit të vitit 2005 dhe vitit 2006 dhe Këshilli i Qarkut Durrës në përgjigje ka informuar se regjistrat e protokollit për këtë periudhë, janar 2005, dhjetor 2006, nuk ndodhen në arshivën e Këshillit të Qarkut, si dhe nuk janë dorëzuar në Drejtorinë Rajonale të Arkivit Shtetëror Durrës. Fati i këtyre librave të protokollit sot e kësaj dite nuk dihet. Shtetasi Gjon Brahja përmendet në bisedat e zhvilluara midis Aleksandr Lahos dhe Vullnet Muçës, si dhe midis Aleksandr Lahos dhe një personi të quajtur Viktor në lidhje me hapjen e një procesi gjyqësor për kthimin dhe kompensimin e pronave në favor të shtetasit Gjon Frog Brahja. Në datën 21 shtator 2021, përdëruesi i Sky ICC, identifikuar me emrin Viktor, bisedon me Aleksandr Lahon si vijon. Vitori: "Si kalove, e takova me avokatin." Aleksandri: "Po më tha." Vitori: "Po t'jen dokumentat në rregull, bën punë ai." Aleksandri: "Në rregull janë çdo gjë, po do i bi Gjonin djalin e Frokut, po e mori përsipër se Gjoni është trashëgimtari atyre, po sot nuk mundej me ardh." Me datën 12 tetor,
2020, Vitori shkruan Aleksandr Lahos se e kishte takuar avokatin, i cili i kishte thënë se në dosje mungonin disa dokumente, midis të cilëve dhe akti i sekuestrimit të reformës agrare, si dhe disa vërtetime të reja nga komuna. Aleksandri është përgjigjur se nuk ka akt sekuestrimi dhe të gjithë dokumentat janë ato që kishte dosja. Vitori ka pyetur Aleksandri nëse ishte i gatshëm t'i hynte kësaj pune, pasi do kishte shpenzime. Aleksandri ka shkruar Vitorit se po, ky don me ec, i intereson ajo punë. Çfarë tha dhe a do pjesë apo pagesë? Mirë ishte t'i jepnim në i pjesë të ngelte i knaqë dhe ai, se është Bregdeti, e gjitha gati, po si doj ai, unë jam i gatshëm për çdo gjë. Vitori shkruan se më tha në shkallë të parë me mbyll me 100.000 euro, ti je i kënaqur dhe siguro shkon në apel. Aleksandri ka shkruar se ishte i gatshëm për pjesën e tij. Në vijim të bisedës, Aleksandr Laho alias Rumi i ka dhënë dhe detajet të pronës për të cilën diskutojnë duke i shkruar se kjo është pjesa e krahut Matan Ishmit, aty ku do bëhet një port që ka miratuar Rama, portin e skafeve, a nuk e di çfarë porti eksakt. Me datën 14 tetor 2020, Aleksandri bisedon me Vitori në lidhje me ndjekjen e çështjes së pronës nga avokati Tan Broci. Vitori i ka shkruar se i thash çfarë do ti dhe duhet ta ndjekësh sikur të jetë prona jote, sepse i kam shumë miq ata njerëz që merren me këtë punë. Tori i shkruan se avokati kishte thënë se ishte gati për çdo gjë dhe se pagesa që kërkonte ishte 10.000 euro për 2 shkallët e gjykatës, nga të cilat 5.000 paradhënie. Rumi, Aleksandr Laho, i shkruan se do t'i lejnë një takim me një person i quajtur Beri, i cili do të ndjek të gjitha detyrat që do t'i caktoj avokati në lidhje me pronën. Aleksandri ka shkruar Vitorit se po, inshallah s'ma kërkon gjona ku s'kemi me i marrë se ajo si dosje si mas juristëve që e kanë parë është e kompletume. Në thelb ajo është ok, por dokumenta plotësuese don çdo praktikë dhe çdo dosje. Me datën 14 tetor 2020, Aleksandr Lau ka biseduar me Vullnet Muçën në lidhje me avokatin, një gjyqtar, i cili ka marrë përsipër të ndjek çështjen e pronave të John Brahjes dhe konkretisht Aleksandri. A gjyqtari ka rënë dakord me ndjek dosjen e Gjonit, po si fillim do 5.000 euro dhe 5.000 më mbrapa, 10 gjithsej për shkallën e parë. Në datë 30 tetor, Aleksandr Laho ka biseduar me Vullnet Muçën në lidhje me pronën e Gjon Brahjes dhe faktin që ata nuk duhet të ekspozohen që pas pronës fshihet emri i tyre. Biseda zhvillohet si vijon. Aleksandr Laho: duhet më u lidh me Vitorin për atë dosjen që ka marrë me ec, ai avokati që një Vitori. Vullneti: kujt më, ja dhe 5.000 euro. Aleksandri: avokatit që ka fol me Vitorin, ose leje se po e çon Beri me ja pagujt. Vullneti: ok, lidhem unë me Vitorin. Aleksandri: i kemi dhënë dosjen e Gjonit atij. Vullneti: e di. Aleksandri: leje se i pagun ky po pati. Vetëm emri jonë s'duhet të dali që i kemi neve, se po doli që janë tonat, ata dyshojnë direkt ke neve, dhe ke Viktori kështu i ka thënë, e ka Gjoni të plagut vet. Me datë 25 shkurt 2021, Vitori i shkruan Aleksandr Lahos: këta kanë sjellë ke avokati një dosje, i ka thënë Beri janë dhe 2 tjera në komision. Aleksandri: froku në komision ka pas dhe pjesë të vogla të tjera, që unë s'kam pas kohë dhe interes më u marr. Vitori: nuk përputhen pronat me numrat që kanë sjell këta, është mbrapsht çdo gjë. Shënimet në fletët e dërguara në foto, thot Spak, kanë këto përmbajtje. Numër 209, not transkriptimi radhori 23 vitin 1950 në favor të shtetit kundra Frog Brahja. Pyll, kodra e Lerës, Kortushaj me sipërfaqe 322 lym. Pyll i Zallës me sipërfaqe 2302 lym. Pylli Rrotull Bizës me sipërfaqe 272 lym, 26/11/1943. Not transkriptimi në favor të Frog Brahja, i dhurohen pronat e mësipërme nga Jati Vlash Brahja. Zoti Frog Brahja, datëlindja 27/5/1942, 1 vjeç e 6 muaj. Sipas kodit civil të Zogut, nuk lejohej dhurimi për të mitur. Në vitin 1946, Frogu figuron nën punës. U bë pyetja shtetasit John Frog Brahja nga Spak në lidhje me faktet që përmendet në bisedat e mësipërme, si dhe në lidhje me përfitimin e tokës bujqësore nga ligji 7501 për tokën. Dhe ky shtetas
ka deklaruar se kishte pajtuar avokatin Artan Broci për të ndjekur në rrugë gjyqësore çështjen e një prone që kishte trashëguar nga babai i tij. Avokatit i kishte paguar 5.000 euro. Pas marrëveshjes që bëri me avokatin, ka shkuar tek Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe ka tërhequr dokumentat e pronës, të cilat sipas deklaruesit i kishte dorëzuar babai i tij shumë vite përpara. I pyetur në lidhje me llojin e tokës që pretendonte se kishte trashëguar nga babai, Gjon Brahja deklaroi se në dieninë e tij toka ka qenë ar, por nuk kishte dieni se ku ndodhej dhe as sa ishte sipërfaqja e saj. Gjoni ka deklaruar se ai nuk kishte dieni nëse avokati e ndoqi çështjen në gjykat pasi nuk u interesua më tej. Nuk i tërhoqi dokumentat nga avokati dhe as nuk i ka marrë paratë mbrapsht pasi nuk ka shkuar më te avokati. I pyetur nëse kishte përfituar tokë bujësore nga ligji 7501, Gjon Brahja deklaroi se ai nuk kishte përfituar tokë bujësore pasi kishte qenë i punësuar në ushtri, ndërsa ka trashëguar nga babai një sipërfaqe tokë ar në fshatin Draç. Gjon Brahja deklaroi se në fshatin Shetaj nuk ka përfituar tokë bujësore dhe as ka bler ndonjë tokë. SPA ka bërë sekuestrimin e referencës, e cila ka shërbyer për të regjistruar kontratën e shitjes lidhur midis Frog Brahja dhe Shpëtim Beqiri për shitjen e pasurisë prej 12.000 metra shkatror tokë ndodhur në Shetaj. Kjo pasuri, thot SPA, në plan vendosje ndodhet midis pasurisë numër 67 fraksion 1, e cila rezultoi se është regjistruar me dokumenta të falsifikuara, dhe pasurisë numër 63 fraksion 3 dhe pasurisë numër 67 fraksion 3, ku SPA ka evidentuar 4 parregullsi themelore.